do të ndalem në mënyrë veçantë tek Hoteli Drujt i Diana Çulit. Është një lidhje mjaft e bukur. Emri Diana Çulit me emrin e Nolit, të Kadares, Llagollit, që të gjithë këta emra i bashkon Kina. Po, faleminderit, është e vërtetë. Dhe unë me këtë rast dua të falenderoj edhe botuesin Recep Hida, i cili ka pasur një marrëdhënie shumë të gjatë botuese me Kinën, ka botuar shumë autor kinez në Shqipëri dhe ka nxitur botimin e autorëve shqiptar në Kinë. Edhe përveç meje, ai ka shtyrë dhe botimin e autorëve të tjerë, por ai propozoi këtë roman, emrin tim dhe romanin në listën që ai çonte të botuesit kinez. Dhe ja di, dhe vërtet jam shumë e njohur se. Përsa jam informuar ka qenë një listë gjatë me mbi 20. Ka qenë zakonisht ashtu shkojnë listat sepse ata shikojnë të përzgjidhesh në nuk është kollaj, nuk është kollaj. Është një kënaqësi mjaft e veçantë. Por edhe kjo ka qenë një kënaqësi mjaft e veçantë. Ky libër është një thriller social në ditët e sotme, edhe besoj që atyre kritikëve letrar kinez që e kanë lexuar dhe në Shqip, se atje ne kemi dhe fatin që ka katedër në gjuhën shqipe dhe ka përkthyes shumë të mirë që e përkthejnë direkt në kinezisht, nuk e marrin nga një gjuhë tjetër. Kështu që jam vërtet shumë e lumtur që u përzgjat libri. Natyrisht është një fat i madh që është një fat i madh. Të trokasësh në dyert e lexuesit kinez, një kombi të tillë, po ashtu është. Një gjuhë e veçantë, një kulturë veçantë dhe një tjetër kontinent që besoj do t'ju Jo, më ka dhënë shumë krenari dhe më ka dhënë edhe një mallëngjim në këtë gjë që, domethënë lexues të një bote shumë të largët më kanë marrë librin tim dhe e lexojnë.